Po sheni dalje prej këtij skenari. Po kreativiteti për destrukcion është i hatashëm të paria politike. Krejt aktiviteti jem, prej kur që ti kom qedh flokët, i kom qu magartë në kuvend edhe kom mbyll me atë fjong kuvendin, ka qenë për mos me ardhë në këtë situatë. Se kur dënë klasa politike, ose një pjesë e klasës politike, me punu për mrapsh, gjithmonë ka kreativitet, gjithmonë kiti negativitet në çdo veprim. Edhe në funit, vazhdimisht po bëjnë shkelje kushtetuese edhe po thonë, jo, na mendojmë që çështu, edhe interpretimet nuk ja lejmë profesionistëve, unë shpesh shoh që edhe po i bëjnë qëllimisht shkeljet, me ardhur në këtë situatë, me kriju një momentum politik, apo një situatë e cila po na bjen para aktit kry. Është periudhë për t'i përsërit ose çato aksione, ose organizime më të mëdha shoqërore, ç'a duhet bëjnë qytetarët? Unë besoj që qytetarët gradualisht kanë me fillu me u vedisu, drejt tash nuk ka pas vedi atë sa kom prit. Në fakt, shumë më përkrahin kështu verbalisht. Po këto përkrahjet verbale, në çdo protest nuk kom pas ka 2-3.000, 4.000 mesazhe përkrahse. Por këto nuk mjaftojnë. Duhet me dalë me protestu në rrugë, ose me gjetë tash një formë që e rrisim presionin ndaj politikanëve, qoftë pozitës, qoftë opozitës, kemi ardhur në një situatë kur liderët opozitar thuaja nuk po mërzitën çka po ndodh, edhe nuk po e kryjnë detyrën e vet të opozitarit. Pse? Në rend parë se i kanë kushtet njësoj si me qenë në pozitë. Se si dhe pytume gati po, se si dhe pytume po përcjellet për policisë, po ruhet për policisë, që e kanë një respekt, po kanë mundësi me ju drejtu mediave, me ju drejtu popullit. Këto e në përfitime personale, nuk po mendojmë për popull, edhe në fond jemi në qëtë situatë. Krejt kjo kishë qenë shumë ma e durushme me qenë ekonomia mirë. Po ekonomia është në gjendje shumë të keqe. Une veç këto 2 mujt e funit përmi bizneset e mesme dhe të vogla, përmi 20 lokale e di që ose janë mbyll, ose janë rrugës për më mbyll. Për shkak që nuk po kam punë. Jo po i kritikoni edhe opozitën. Ti analizojmë qëndrimet e tyne. PDK-ja kërkoj që kandidati dhe presidenti ardhshëm tjetë i propozuar i tyre, jo domosdo me kartel partijake. Lidhja Demokratike kërkoj marrëveshje klasike nëse jo konsensus gjerë politik. Alianca nuk ka qenë ftuar fare për konsultime politike nga vetëvendosja. Nuk ka marrëveshje. Çka të bëjë tjetër opozita? Kjo nuk është veç problemi tash veç i presidentit, po këto problemi janë të akumuliuar më herët. Kishin qenë unik opozita, kishin qenë opozitë vërtet, edhe kishin bo probleme edhe në krimin e qeverisë. Ju shifeni situatën e një absurdit faktik. 54 herë Albulena propozohet dështon dhe prap bohët kryetare kuvendit. Dhe thot, une me një vetë si individ, 54 herë me më refuzu, qoftë edhe opozita, nuk kisha pranuar vend. Në anën tjetër, me qenë në vend të Albinit, mundet me thonë dikush s'ki me qenë, ose nuk je. Ti duesh pak me pa dhe atë vajbin, atë disponimin, nuk mjafton t'i vesh me fitu zgjedhjet, po me pas edhe një knatësin populat, qoftë me qenë të naqën madje edhe kundërshtarë tu. Këtu është tash një zhgënim total, jo veç i opozitës, po dhe një pjesë të opozitës, me Albinin nuk pe konsiderojnë si faktori, cili në qfar do forme po unifikon, ose barëm po tenton me unifiku. Shumë po ka kundërshtime ju, përsheni që 2 vjetë jemi në blokada. Jo, shpërfaqen disa prej raporteve Kurti Osmani me